Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijmë ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave kundër investimit në Zvërnec, duke deklaruar se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga projekti. Ai u shpreh se përfaqëson mandatin e dhënë nga rreth 800.000 votues dhe se mbetet i hapur për dialog me qytetarët. Megjithatë, Rama bëri dallim mes protestuesve dhe atyre që sipas tij po e përdorin çështjen për qëllime të organizuara politike. Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestat e zhvilluara ditët e fundit kundër projektit të investimeve në zonën e Zvërnecit, duke përsëritur qëndrimin se projekti nuk do të ndalet. Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarë. Ai theksoi se është i gatshëm të dialogojë me qytetarët që kanë shqetësime reale, por sipas tij duhet bërë dallim mes protestuesve të sinqertë dhe grupimeve që ai cilësoi të ndikuara apo të orkestruara. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kryeministri u ndal edhe te zhvillimet që lidhen me hecimet e Spakut për projektin, duke komentuar vendimet për llogaritë bankare dhe çështjen e pronësisë së tokës. Një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronar. Kreu i qeverisë e cilësoi debatin për projektin si një fushatë organizuar që sipas tij përdor mjedisin si pretekst për qëllime të tjera politike. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall nëpër rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk dinë çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Në përfundim, Rama deklaroi se projekti do të vijojë dhe se sipas tij përfitimet ekonomike do të jenë të dukshme për vendin. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se opozita mbështet investimet e huaja, por kërkon që ato të zhvillohen me transparencë të plotë dhe respektim të standardeve mjedisore. Duke komentuar projektin në Zvërnec, ai ngriti dyshime për mungesë informacioni dhe kritikoi mënyrën se si qeveria po e menaxhon procesin. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se opozita mbështet investimet e huaja, por vetëm në raste kur ato respektojnë mjedisin dhe zhvillohen në mënyrë të kontrolluar në zonat e mbrojtura. Që kompania Affinity e dhënrit të ish-presidentit Trump në atë kohë, se nuk ishte në pushtet, ka treguar interes të veçantë dhe do të investoj në Sazan dhe Zvërnec, në atë kohë u tha 2 miliardë o diçka kësaj natyre. Reagimi im ndaj këtij lajmi ka qenë ky, pavarësisht sa ai ishte në opozit. Plotësisht dakord. Pse? Që jam i hapur me ju. Kam thënë vetëm një fjalë, sepse i ka parat. Berisha ngriti gjithashtu shqetësime për projektin në zonën e Zvërnecit, duke akuzuar qeverinë për mungesë transparence në proces dhe në mënyrën e administrimit të territorit ku po zhvillohet investimi. Ky e ka shtruar këtë në procesin më të mbyllur. O zotëri, aty është, pavarësisht se si e ndryshon ti ligjin, po aty është peizazhi mbrojtur. Hiqe sa të duash ti, natyra ashtu e ka atë. Atëherë
atëherë do ulesh me mjedisor dhe do u japësh garanci. Do të thuash që ju nuk jeni që të ndërtohet fare. Ne do ndërtojmë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Hajde t'i bëjmë, ka Natyra 2000 përcakton qartë ato. Se ky e brin thot, jo ajo, porto kjo, porto ajo. Jo mor zotri. Ka të përcaktuara, dhe kjo zonë e bën Shqipërinë të famshme në botë. Ndaj dhe shqetësimi i përgjithshëm, zero transparencë. Kishit pa ju ndonjëherë, pyesni pak memorien tuaj. Keni pa ju zonë të zhvillohet rrethuar me tela me gjemba? Si mund të ndodhi kjo? Çfarë po ndërton ti aty? Kam përqendrimi po ndërton dhe bën sikur se ka ditur, e ka urdhëruar vetë. Kryedemokrati shtoi se ekzistojnë projekte për të krijuar pasiguri rreth investitorit të huaj, duke shprehur rezerva për mënyrën se si po menaxhohet projekti. Ata që qajnë elegjin e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për të cilët le të derdhin lot krokodili sa të duan, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhë si më është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofruar investitorëve dhe nuk është një investim i thjeshtë. Asgjë nuk prishet aty miq. Ka në mënyrë të çudia e Sazanit është kjo, nuk janë as brigjet, as deti, është ajo bimësi e mrekullueshme në një ishull pa ujë. Në të njëjtën kohë, Berisha u shpreh se projekti turistik si ai i Sazanit duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë dhe me standarde të larta zhvillimi. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj kundërshtimeve për projektin turistik në Zvërnec. Në komente të publikuara në rrjetet sociale, ai refuzoi kërkesat për anulimin e investimit dhe largimin e tij nga pushteti, ndërsa akuzoi organizatorët e protestës se po nxisin klim përçarjeje, urrejtje dhe nacionalizmi ekstrem. Protesta kundër projektit turistik në Zvërnec ka sjell një tjetër përplasje politike, këtë herë përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj drejt për drejt protestuesve që prej ditësh kërkojnë ndalimin e investimeve dhe largimin e qeverisë. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë i cilësoi protestat si një lëvizje të nxitur dhe të organizuar nga interesat e jashtme, duke theksuar se projektet strategjike nuk do të ndalen për shkak të presionit apo sloganeve të rrugës. Duke i siguruar të gjithë se Shqipëria do bëhet sipas kontratës që kemi lidhur për herën e katërt në muajin shkurt me mbi 800.000 shqiptar brenda jashtë Shqipërisë, pavarësisht se ç'a thonë, ç'a duan këta shqiptar që e din Shqipërinë, pengun e verbërisë së tyre dhe atë dhe dashurinë po diun për të sharë me libër shtëpie të tradhtarët e armiqt imagjinar të Shqipërisë. Reagimi i kryeministrit erdhi pasi një grup protestuesish u zhvendosën mbrëmjen e së martës pranë selisë së Partisë Socialiste, duke vijuar kundërshtimin ndaj projektit të planifikuar në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Shqipëria e shqiptarëve dhe këto çeta kinse shqiponja shu lërasin kësisoj rrugëve të kujtojnë Gjermaninë e gjermanëve, me ata ulëritësat e verbër si këta mysafirët e natës tek selia e PS-s, që e kthyen Gjermaninë në thertorin e ebrejve dhe e katandise në delën e zezë planetit. Po me që Gjermania naziste është larg dhe zeresi i ka përpara syve urrejtje nxitëse të këtyre të rinjve pa busull, duke u thënë, ju s'jeni nazist, ju jeni patriot, prandaj jepni fort gojës së shthurur se do ta djekim Shqipërinë e tradhtarëve. Në një tjetër koment, kryeministri bëri krahasime me lëvizje ekstremiste nacionaliste që kanë vepruar në vende të tjera europiane, duke argumentuar se retorika përjashtuese dhe kundërshtimi i çdo individi nuk i shërben interesit publik. Po shtoi që kjo Shqipëria e shqiptarëve është tipike si Greqia e grekëve, ajo e atyre çakejve të agimit të artë që donin të digjnin të gjallë tradhtarët e Greqisë bashkë me shqiptarët, të cilët sipas tyre po merrnin punët edhe paratë e popullit grek. Çuditërisht, edhe ata ishin kundër investimeve, resorteve cilësore, me të vetmin ndryshim se këta shqiptarët tanë të vërtet nuk ishin gisht në kuturisjen e atyre, kurse ata kanë gishtin e tyre në kuturisjen e këtyre. Kryeministri mbrojti edhe një herë projektin e Zvërnecit, duke insistuar se investimi do të vijojë dhe se çdo debat duhet të zhvillohet mbi fakte dhe jo mbi emocione apo teori konspirative. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi se janë vendosur masa ndëshkuese ndaj kompanive koncesionare për vonesat në punimet e aeroportit të Vlorës. Kompanive u është lënë një afat 30 ditor për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të rifilluar ritmin normal të punimeve. Paralelisht, qeveria ka prezantuar edhe një program të ri mbështetës për sipërmarrjen, i cili e nis zbatimin më 1 korrik.
Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi është ndalur në një deklaratë për mediat ku ka folur mbi situatën e aeroportit të Vlorës dhe konfliktin mes dy kompanive të përfshira në projekt. Ai ka bërë të ditur se ndaj kompanive koncesionare, të cilat kanë vënuar përfundimin e punimeve, Ministria ka aplikuar gjobën e parë administrative. Për çdo ditë vonesë dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ne tashmë kemi lëshuar penalitetet e para, faturat e para të penalitetit për vonesat përkatëse. Por ajo çfarë është më rëndësishme të theksojmë është aeroporti do ndërtohet dhe do jetë operacional. Karakaçi u ndal edhe tek punimet në aksin Tiranë-Durrës, ku theksoi se për Kompsoro do të ndërtohen mbikalime të reja, ndërsa bizneset e vendosura përgjatë rrugës do të kenë mundësi lidhjeje përmes nyjeve të posaçme me aksin kryesor rrugor. Është duke punuar edhe me grupet e interesit për hyrjet e dalje të subjekteve tregtare në gjitha nyjet përkatëse, siç është nyja Rinasit apo nyjet e tjera, sepse patjetër ajo rrugë i shërben qytetarëve. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka bërë të ditur nisjen e programit qeveritar dyfishos i përmarrjen tënde, i cili pritet të startojë në një korrik. I mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këtij fondi për 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane e cila do të mbulojë deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%. Sipas saj, qeveria do të ndërmarrë edhe një plan të posaçëm komunikimi për të informuar bizneset mbi mënyrën e përfitimit nga kjo skemë mbështetëse. Ish-presidenti Ilir Meta ka dalë për të dytën ditë nga paraburgimi 313, këtë herë me një leje 12-orëshe për të marrë pjesë në pritjen e ngushëllimeve pas ndarjes nga jeta të babait të tij. Ai është shoqëruar gjatë gjithë kësaj kohe nga forcat të policisë dhe nën masa të forta sigurie. Ish-presidenti Ilir Meta ka lënë sërish sot ambientet e paraburgimit 313 për të dytën ditë radhazi, pas ndarjes nga jeta të babait të tij Recep Meta. Ndryshe nga një ditë më parë ku u zhvillua ceremonia e varrimit në çepan të Skraparit, Meta këtë herë është drejtuar në ambientet ku po mbahet pritja ngushëllimeve nga familjarët, miq dhe të afërmit. Gjatë ceremonisë, ngushëllimeve janë parë bashkëpunëtor dhe figura politike, mes tyre dhe Sali Berisha, i shoqëruar nga dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Berisha ka dhënë një deklaratë pas takimit me Metën, duke konsideruar situatën e tij si një rast politik dhe duke akuzuar qeverinë për trajtim të padrejtë. Biseda ime ishte hapur në një mjedis të hapur dhe natyrisht gjatë kësaj kohe biseduam për aktin e turpshëm se të mbash të burgosur politik vetëm nga friga dhe të merri, siç bën Edi Rama, është një akt për të cilin s'mund them gjë tjetër veç se vazhdon me përpikmëri dhe besikëri rrugën e babait vet. Leja e dhënë për Metën i ka mundsuar t'i të qëndrojë pranë familjes në këto momente të vështira, ndërsa pritet që ai të rikthehet sërish në paraburgim pas përfundimit të afatit të lejes. Prokuroria e posaçme ka paraqitur pretencën për grupin e parë të pandehurve të ndarë nga dosja ku përfshihet edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. SPAK kërkoi shpalljen fajtor të 11 personave me masa që variojnë nga gjoba deri në dënime me burg. Mbrojtja do të paraqesë argumentet e saj në seancat e ardhshme, ndërsa më 10 qershor nis gjykimi i zakonshëm për 19 të akuzuarit e tjerë, mes tyre edhe Veliaj. Prokuroria e posaçme ka kërkuar që gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të shpall fajtor 11 pandehurit e parë të veçuar nga dosja hetimore, ku është i përfshirë edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Gjatë paraqitjes së pretencës, SPAK kërkoi dënimin e ish-deputetes socialiste Klotilda Bushka për veprën penale të pengimit të zbulimit të së vërtetës. Për të, organi i akuzës propozoi një gjop prej 600.000 lekësh, e cila për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar reduktohet në 400.000 lek. Përfitim nga gjykimi i shkurtuar pritet të aplikohet edhe për të pandehurit e tjerë që kanë kërkuar këtë procedurë, duke sjellë uljen me 1/3 e masave të dënimit. Për biznesmenin Elman Abule, prokuroria kërkoi dënimin me 4 vite e 8 muaj burg, ndërsa për punonjësit e policisë së burgjeve Fation Baci, i akuzuari se i ka siguruar telefon Erion Veliajt për komunikime gjatë qëndrimit në paraburgim, u kërkua dënimi me 5 vite burg. Me aplikimin e gjykimit të shkurtuar, dënimi zbret në 4 vite e 4 muaj, ndërsa
SPAK sugjeroi pezullimin e ekzekutimit dhe vendosjen e tij në shërbim prove. Po ashtu, pezullim dënimi u kërkua edhe për biznesmenin Fatmir Bektashi, për të cilin prokuroria propozoi 8 muaj burg. Prina Gonxhaj nuk kërkua vendosja në shërbim prove për një periudhë 5 vjeçare, ndërkohë për Adela Kontaktshin, SPAK kërkoi 7 vite burg, dënim që me gjykim të shkurtuar zbret në 4 vite e 8 muaj. Megjithatë, organi i akuzës sugjeroi përjashtimin e saj nga vuajtja efektive e dënimit. Me gjobu kërkua të ndëshkohet edhe Flutur Axhani, si dhe subjekte private të marra të pandehuara në këtë proces, përfshirë kompaninë Kontakt, Frobulus dhe Ramental. Procesi gjyqësor do të vijojë me paraqitjen e argumenteve të mbrojtjes nga ana e të pandehurve, ndërsa në 10 qershor pritet të nisë gjykimi i zakonshëm për 19 persona të tjerë të përfshirë në dosje, mes të cilëve edhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj. Gjykata e posaçme ka shpallur të pafajshëm deputetin socialist Erion Braçe për akuzën e shpifjes. Procesi lidhej me deklaratat e tij publike kundër privatizimit të një sipërfaqeje toke në Lushnjë për ndërtimin e një parku fotovoltanik. Edhe SPAK arriti në përfundimin se deklaratat e deputetit nuk përbënin vepër penale. Deputeti socialist Erion Braçe është shpallur i pafajshëm nga gjykata e posaçme në procesin e ngritur ndaj tij nga një biznesmen i cili e akuzonte për shpifje lidhur me deklarata publike të bëra në rrjetet sociale dhe në kuvent. Në qendër të debatit gjyqësor u vendosi interpretimi i termave Zengjin dhe Aga të përdorura nga Braçe gjatë kundërshtimeve të tij për privatizimin e një toke bujqësore në Lushnjë ku parashikohet ndërtimi një parku fotovoltaik. Gjatë seancës së fundit, deputeti mbrojti qëndrimet e tij duke argumentuar se deklaratat janë bërë në funksion të detyrës së tij si përfaqësuesi i qytetarëve dhe në mbrojtje të interesit publik. Pikërisht për këtë arsye, unë vazhdoj të qëndroj kërë në kërë asaj që më thonë, që toka e Lumicena është toka e Lumicena. Në të njëjtën linjë u pozicionua edhe prokuroria e posaçme, përfaqësuesit e SPAK-ut argumentuan se termat e përdorura nga Braçe nuk përbëjnë shpifje dhe se deklaratat janë bërë në kuadër të ushtrimit të mandatit të tij parlamentar. Sipas prokurorisë, qëllimi i deputetit ka qenë tërgjegjësimi i opinionit publik për një çështje që ai e konsideronte me interes të lartë publik dhe jo dëmtimi i reputacionit të individëve të përfshirë. Pas shqyrtimit të provave dhe argumenteve të palëve, gjykata e posaçme vendosi të rrëzoj akuzën dhe të shpallë të pafajshëm deputetin Erion Braçe, duke i dhënë fund procesit gjyqësor të nisur ndaj tij. Vendimi përforcon qëndrimin se debati politik dhe qëndrimet publike të një përfaqësuesi politik kur lidhen me çështje me interes publik gëzojnë mbrojtje të veçantë dhe nuk përbëjnë domosdoshmërisht vepër penale. Hetimet për grabitje në një bank të nivelit të dytë në zonën e komunës së Parisit kanë zbuluar element të rinj. Dyshohet se autori përdori një armë lodër për të marrë rreth 5 milion lekë, ndërsa po verifikohet mundësia një bashkëpunimi nga brenda institucionit. Në lidhje me ngjarjen është arrestuar roja i sigurisë së bankës, i akuzuar për shpërdorim detyre. Rreth 5 milion lekë është shuma që dyshohet se u grabit mesditën e së martës në një bank të nivelit të dytë në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Teksa hetimet vijojnë, grupi hetimor ka ngritur dyshime se autori mund të ketë përdorur një pistolet lodër për të kërcënuar punonjësit e bankës dhe klientët e pranishëm në momentin e grabitjes. Ky dyshim është krijuar pasi sipas burimeve hetimore, detektori metaleve në hyrje të bankës nuk ka sinjalizuar praninë e një arme metalike në momentin kur autori hyri në ambientet e institucionit. Dyshimet mbështeten edhe nga dëshmitë e disa punonjësve të bankës, të cilët kanë deklaruar se arma e përdorur nuk u është dukur si një armë e zakonshme. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu mundësinë që grabitësit të kenë pasur informacion të brendshëm për lëvizjen e parave në bank. Sipas të dhënave paraprake, autori ka shkuar drejt për drejt sportelit ku ndodhej shuma më e madhe e parave, çka ka ngritur dyshime për një bashkëpunëtor të mundshëm. Nga kthyrjet e kamerave të sigurisë rezulton se autori ishte i veshur me rroba të zeza, mbante një skafandër motorciklete dhe lëvizte me një skuter. Sipas hetimeve, ai dyshohet se ka ndjekur një grua që po shkonte
punonte për të depozituar një shumë të konsiderueshme parash. Në momentin kur ajo është afruar pranarkës për të kryer veprimin bankar, autori ka hyrë në ambientet e bankës dhe në kërcënimin e armës ka marrë shumën e vendosur mbi banak, duke u larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, policia e Tiranës ka arrestuar për shpërdorim detyre 60-vjeçarin Fehmi Çullaj me detyrë roje sigurie në bank. Sipas policisë, roja nuk ka reaguar në momentin e grabitjes dhe nuk ka njoftuar në kohë strukturat ligjzbatuese, duke dështuar të përmbush detyrimet që rrjedhin nga funksioni i tij. Grupi hetimor po analizon pamjet filmike, gjurmët e lënare në vendngjarje dhe provat e tjera materiale me synimin e identifikimit dhe arrestimin e autorit, ndërsa hetimet mbeten të hapura edhe për zbardhjen e rolit të mundshëm të personave të tjerë në këtë grabitje. Vijoj me informacione nga Kosova. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka ritheksuar mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Në takimet me përfaqësuesit politik dhe institucional, ai nënvizoi se integrimi evropian duhet të mbetet prioriteti kryesor dhe se vendi ka nevojë për institucione të qëndrueshme për të avancuar drejt BE-s. Pas vizitës në Tiranë, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ndaloi në Prishtinë në kuadër të turit të tij në Ballkanin Perëndimor, duke përcjellë një mesazh të qartë për klasën politike kosovare në prag të zgjedhjeve. Që qëndrimit në Kosovë, Costa u takua me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, kryeministrin në detyrë Albin Kurti, si dhe drejtues të partive opozitare. Në deklaratën e tij, pas takimeve, zyrtari i lartë evropian riafirmoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën, por theksoi se partneriteti me Brukselin shoqërohet edhe me përgjegjësi konkrete. Partneriteti ynë vjen me përgjegjësi. I kam inkurajuar liderët politik që ta vendosin integrimin në BE si prioritet për të ndarjeve politike dhe të punojmë së bashku drejt këtij qëllimi të përbashkët, u shpreh Costa. Presidenti i Këshillit Evropian vuri theksin në nevoja për stabilitetin institucional dhe vazhdimin e reformave, duke theksuar se përparimi drejt Bashkimit Evropian kërkon institucione të afta për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga procesi i integrimit. Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe të qëndrueshme dhe funksionale, të afta për të zbatuar reforma, për të shfrytzuar mundësitë që ofron Bashkimi Evropian dhe për të përmbushur të gjitha zonat në kuadër të dialogut. Vizita e Kostës vjen vetëm pak ditë përpara samitit, samiti BE Ballkani Perëndimor 2026, i cili do të mbahet në Tivat të Malit të Zi me 5 qershor. Gjatë turit të tij në rajon, Costa ka përsëritur se Bashkimi Evropian po kalon në një moment të favorshëm për procesin e zgjerimit, por ka theksuar se ritmi i afrimit të secilit vend do të varet nga zbatimi i reformave dhe rezultateve konkrete në terren. Mesazhi nga Prishtina ishte i qartë: rruga evropiane e Kosovës mbetet e hapur, por kërkon bashkëpunim politik, institucione funksionale dhe angazhim të vazhdueshëm për reformat. Vijoj me të tjera informacione. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar nisjen e negociatave për heqjen e tarifave të roaming mes BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nisma përfshin Shqipërinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Nëse procesi përfundon sipas planit, qytetarët e rajonit mund të përdorin telefoninë celulare në vendet e BE-s pa tarifa shtesë, duke nisur nga viti i ardhshëm. Një hap i rëndësishëm drejt afrimit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në shedur këtë javë, pasi ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s kanë miratuar nisjen e negociatave për heqjen e tarifave të roaming me vendet e rajonit. Vendimi pritet të merret së shpejti dhe miratimi formal të Këshillit të Bashkimit Evropian, duke i hapur rrugë bisedimeve me Shqipërinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Nisma zbatohet me propozimin e paraqitur nga Komisioni Evropian në muajin shkurt për zgjerimin e skemës së njohur Roam Like at Home, e cila prej vitit 2017 u mundson qytetarëve të vendeve anëtare të përdorin telefonin celular në të gjithë BE-n pa pagesa shtesë. Nëse negociatat përmbyllen me sukses deri në fund të këtij viti, qytetarët e Ballkanit Perëndimor do të mund të kryejnë telefonata, të dërgojnë mesazhe dhe të përdorin internet në vendet e Bashkimit Evropian në të njëjta tarifa që paguajnë në vendin e tyre. Ky zhvillim konsiderohet një lehtësim i rëndësishëm për qytetarët, studentët, bizneset dhe turistët e rajonit, duke ulur kostot e komunikimit dhe duke forcuar më tej lidhjet ekonomike e sociale me Bashkimin Evropian. Heqja e roaming shihet gjithashtu si një tjetër hap konkret në procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në afrimin e tyre me standarde dhe politikat e tregut të përbashkët evropian.
Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishjemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.